Gjën që ja u kallzova shirrën që e kum bë me mëngjes, unë e telefonova një burr tjetër, i shkon si për gjomë shumë, po, ma von halal inshallah. Dhe tash këtu jemi me hoxhën në muajin e madhërishëm të Ramazanit. E dim që Ramazani tashmë është në përfundim sepse ka filluar me 1 mars të këtij muajit, edhe kemi kalu jemi në 10-shën e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Fillimisht më lejoni me prezentu, para meje është Hoxh Sead Kelmendi, imam në xhaminë e re të Fushë Kosovës. Mirëdita dhe mirë se erdhe Hoxh. Mirëdita dhe mirë se u gjejmë. Është kënaqësi dhe privilegj të jemi pjesë e misionit tuaj. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që na nderove të pas parasysh edhe angazhime tjera që i ki. Po fillojmë Hoxh me dobit e agjerimit. Cilat, ma mirë me thonë, janë dobit e agjerimit për shëndetin fizik edhe shëndetin mendor? Agjerimi është i tëri, është i dobishëm dhe kjo në aspekte shumë dimensionale, sikur që përmendet edhe ju, dobit e tij janë të theksuara edhe në aspektin fizik, ku nga studimet e fundit, na ajo që më ka pëlqy, është përmend se agjerimi është si një lloj operimi pa brisk. Do të njeriu gjatë kohës se ti edhe trupi njeriut ka nevojë për një rigjenerim të trupit të tij, të lirohet nga yndyrat e tepërta, nga gjërat toksike që janë, dhe agjerimi në mënyrë të mrekullueshme e rregullon sistemin imunitar të njeriut dhe ka shumë dobi shëndetësore, por edhe në aspekte tjera, agjerimi pos rregullimit të aspektit fizik e rregullon madje edhe karakterin e njerit, duke bërë njerin më të durueshëm, më të vetëpërmbajtur dhe në të njëjtën kohë e bën edhe njerin që të jetë më solidar edhe më të afër me njerëzit e tjerë. Qysh me u mundu me bë agjerimin më të lehtë Hoxh për ata që kanë një orar shumë ngarkum të punës? Fillimisht për me ajo që të ndihmon për me pas më lehtë agjerimin në çdo lloj kohe, është më së pari bindja. Të jesh i bindur tek Zoti, të jesh i mbështetur tek Allahu dhe pastaj kur e ke këto, edhe në temperaturat qoftë edhe më të larta, do të ndihmon që ta ti kalosh sa më lehtë, por edhe këtë kohë njerëzit mendoj koha ka qenë shumë e përshtatshme, ka qenë kohë relativisht të thot moti shumë i përshtatshëm për agjerim, dhe ajo që mendoj njerëzit këtë kohë kanë pas problem ndoshta vetëm pak me gjumin, është dashur me bën një sistemim, një orar gjumit, me ra pak më herët, edhe kjo është ajo që. Hoxh edhe diçka the gjumi, disa se më kanë thënë pyete Hoxhën për çita. Është e drejtë që disa njerëz agjerojnë, po flajnë gjithë ditën, edhe nuk punojnë, edhe marrin pushim, edhe zbajnë adhurime tjera, dorën zemër, po gjumë një orë para iftari ose 10 minuta para iftari edhe u kry. Pyetje me vend. Nëse nuk mund të themi që në aspektin e dispozitave gjumi prish agjerimin, por nuk është e kërkuar që të jesh në gjendje agjerimi dhe të flesh tër ditën. Qëllimi është që ti ta kalosh kohën në adhurim, në ibadet si themi ne, dhe pastaj edhe ajo lodhja që është gjatë kohës agjerimit, e gjitha të konsiderohet ty afrim dhe adhurim tek Zoti, dhe do të e natyrshme është që pak agjerimi me të lodh, e lodhja fizike kalon shumë shpejt, e mbetet shpërblimi i madh, përderisa njerëzit janë të përkushtuar në agjerimin e tyre. Dikush edhe nervozohet Hoxh në Ramazan. Çam ju bë këtyne, si munden me na gjuh qatë nervozizmin dhe lodhjen që besa gjatë agjerimit? Kjo është shumë çështje me rëndësi. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na mëson se agjerimi duhet të na rregulloj neve, sikur që thash edhe në fillim, edhe karakterin ton. Dhe përmend thot, nëse do kush për jush është agjerueshëm, nëse fillon ditën me agjerim, as mos të bërtas
as mos ta ngris zonën dhe të mos flas fjalë të pahishme. Dhe tash vazhdon hadithi duke thonë nëse ndokush e sulmon fizikisht njërin apo e ofendon, ai le t'i thot unë jam agjerushëm, që tregon se duhet të kemi një vetë përmbajtje. Dhe këtu është edhe qëllimi i agjerimit, ta mbajmë veten në kontroll, të kemi në kontroll veprimet tona dhe ai person i cili ka ardhur gjithashtu në transmetim tjetër nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që thot ai person i cili nuk e lën fjalën e kot edhe punën me të, Allah nuk ka nevojë që ai të qëndrojë pa ngrënë dhe papir. Po, për ata që agjerojnë hoxh, po nuk falen, ndoshta, a pranohet agjerimi, a çka? Këto janë dy ibadete të ndara, realisht edhe agjerimi edhe namazi, inshallah nuk mund të themi se nuk mund pranohet namazi nëse agjerimi nëse nuk e falim namazin, por është një humbje shumë e madhe për ata që nuk falen. Për shkak se çdo sa në këtë muaj të madhreshtëm të bekuar të Ramazanit është e shumë fishuar shpërblimi. Edhe namazi, falja namazit brenda muajit të madhreshtëm të Ramazanit, një vepër fakultative apo vepër vullnetare që është pej namazit shpërblehet sikur me kry të një vepër të obliguar, ndërsa një farz apo një vepër obligative që është në Ramazan është sikur me kryti 70 vepra obligative jashtë Ramazanit. Çaj me kuptu që njerëzit cilët nuk falen në Ramazan konkretisht hupen dhe privon nga një mirësi e madhe. E hoxh, për shembull, kena disa persona që janë të smut dhe nuk munden me agjeru. A është e nevojshme me u kompenzu agjerimi prej një personi që duhet me ndërprej patjetër se është një arsye shumë e fortë. Edhe qysh me kompenzu edhe në mënyra tjera nëse është e mundshme. Shumë e vend. Tash këtu tek kurimi tek smundjet, Allah agjerimin e ka bërë lehtësim, nuk e ka bërë ngarkesë, dhe nga rregullat dhe dispozitat e agjerimit është thotë faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Është ajeti në kapitullin Al-Baqara ku Allah po thotë ata të cilët janë të sëmur apo ata të cilët janë në udhim, atëherë ata duhet ta kompenzojnë me ditë më vonë. Vetëm se këtu tek sëmundja dallojnë për nga natyra, ka disa sëmundje të cilat mund të jenë të përkohshme, po e zëm ndonjë operim që mund ta ketë njëri gjatë këtij muaji, nuk është e kërkuar që ai të agjeroj, por për atë sëmundje që ka pasi që ta marr veten fizikisht, duhet që për ditët e humbura të agjerimit ta kompenzoj aq ditë sa i ka humbur, aq ditë i kompenzoj. Ndërsa kur është fjala tek sëmundjet që janë sëmundje të rënda, të cilat janë pothuajse të pashërueshme, sëmundjet sikur kancer apo sëmundjet e pleqërisë, ata cilët nuk ka shpresë se do të mund t'i kthehen agjerimit, këta duhet ta kompenzojnë agjerimin e tyre, realisht të duhet të japin një 2 shujtje ditore për të varfërit, në mënyrë që të jetë shpagim për mos agjerimin e tyre gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. E kur jemi të shujta ditore, po kalojnë tek sadakaja. Sadakaja është njëra prej gjanave më të mira që i ka feja muslimane. Çfarë do të thotë sadakaja edhe pse është kaq e rëndësishme në Islam? Sikur që përmende, sadakaja është një vepër altruiste që e bën njeriu në shërbim të tjerëve, dhe nëse e shohim sikur që po të mësuam edhe në fillim, muaji Ramazan për të mira që i ka është se është edhe muaji i solidaritetit. Një formë që është madje e obliguar
që në Ramazan nëse dëshirojmë që agjerimi të na pranohet, ne do duhet të japim edhe një sadaka, që thirret sadakatul fitri, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përshkruar, ka thonë është tuhratun lis-saim edhe tuhmatun lil masakin, është pastrim për agjëruesit nga fjalët e kota, nga ato që ka mujt me bërë lëshime gjatë muajit të Ramazanit, dhe është edhe ushqim për të varfrit. Dhe nëse shohim pejgamberi i fundit të cilin neve e kemi shembull në çdo aspekt të jetës, ishte shumë dorëdhënës, shumë bujar, shumë fisnik, dhe madje nëse më lejohet me përmendet në transmetime, thotë profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam ishte gjatë tërë kohës bujar, fisnik, jepte sadaka, por thotë më bujar, më fisnik ishte në muajin e bekuar të Ramazanit. Po. A do të thotë kjo që shpërblimi është më i veçantë prej Zotit me jep sadaka në muajin e madhreshëm të Ramazanit? Gjithsesi, çdo vepër që bëhet në Ramazan shumë fishohet. Nuk është e njëjtë sikur se jashtë Ramazanit, dhe vlen këtu të ceket, me qenë se kemi shembull profetin e fundit, thon për pejgamberin sa sem kur e përshkruajnë në dorëdhënien e tij, në sadakon e tij, thotë ishte i ngjashëm në dorëdhënie sikurse era. Dhe kam përmend pse sikurse era, se era thotë i ka 3 cilësi. E para prej tyre është se era është e shpejtë. Përmenden meteorologët, njerëzit që merren me studimin e këtij fenomeni, thotë era mund të kalojë deri në 2000 km/h. Pastaj kjo që jep me kuptuar që pejgamberi ishte shumë i shpejt në dorëdhënie, nuk hamencohej të jap apo të mos jap, ishte shumë i shpejt. Pastaj cilësi tjetër e erës është se era është e vazhdueshme. Çka jep me kuptuar që pejgamberi sa sem ishte i vazhdueshëm në dorëdhënie, po. Dhe e treta cilësi është që ai era i përfshin të gjithë. Nuk është me përfshi vetëm një lagje, një shtëpi, apo i përfshin gjithë. Dhe kështu ishte edhe profeti i fundit, e përfshinte edhe të voglin, edhe të madhin, edhe muslimanin, edhe jo muslimanin, edhe mashkullin, edhe femrën, dhe kështu do duhet të jemi edhe ne në ndjekje të shembullit të tij. Po, hoxhe dhe po e za që unë s'ka mundësi financiare me jep sadaka. A është sadaka në muajin e madhreshëm një fjalë mirë, një buzëqeshje, ose qysh nëse unë s'ka mundësi financiare, çka mundu me bën atë qytetar që s'ke mundësi financiare me dhon sadaka në muajin e madhreshëm të Ramazanit? Allahu nuk e ngarkon askën për te mundësisë vet. Nëse është fjala për atë sadakon e obliguar që duhet thënë, tash njerëzit janë dy kategori, ose e pranojnë sadakon ose e japin. Është një shumë simbolike. Për shembull tash Bashkia Islame e ka parapar që të jetë për antar, për person, dikon vlera minimale saj 3 euro, që nëse janë për shembull 5 antar, dikon vjen 15 euro, që është një shumë simbolike, por sikur që e përmende, kategoritë e bamirësisë, sadakos në fenë tonë janë për më të ndryshmeve. Kemi sadaka e cila është pejgamberi sa më ka përshkruar, ka thënë një fjalë mirë sadaka. Po. Buzëqeshja në fytyrën e vllaut tën është sadaka. Përshëndetja me dorë e vllaut tën apo motra me motrën është sadaka. Dhe ajo që është me rëndësi, që është shumë e rëndësishme, është edhe falja e njerëzve në këtë muaj dhe bëhen një halal njëri tjetrin, është sadaka. Bile, madje është kjo edhe sadakaja më e madhe. Me një rast të se më lejo ta elaboroj, në kohën e pejgamberit sa Muhamedi sa e organizoi me një rast popullin e vet që ta ndihmonin fenë e Zotit dhe për nevojat që kishin, për nevojat e ushtrisë kështu me radhë, një nga muslimanët ishte jo i pasur dhe i dilnin lëtët nga ajo keqare, asaj nuk kishte mundësi të jepte diçka. Dhe ai tani po flet drejt për drejt me Zotin e tij, duke thënë: "O Zot, unë nuk kam mundësi nga pasuria materiale të jap diçka, por ajo që duhet të jap është të gjithë ata njerëz që kanë halal ndaj meje, kanë ndonjë obligim ndaj meje, kanë një hak apo diçka tjetër, unë ua fali për hir tonë." Dhe kjo është le të mbetet sadaka ime. Dhe pejgamberi sa të nesërmen, duke qenë se ishte inspiruar nga Zoti me shpallje,
e fton personin në fjalë, thot kush është ai i cili ka dhënë sadaka me veten e tij mbrëm, ju është pranuar sadakaja. Madje kjo është diçka shumë madhështore. Shumë madhështore. Cila është lidhja, masi veç jemi këtu, mes sadakas edhe pastrimit shpirtëror të besimtari? Shumë pyetje me vend. Sadakaja është ajo cila e pastron shpirtërisht njeriun nga kopratësia. Sadakaja është ajo e cila e afron njeriun, i bën të dashur. Më kalon shumë përshtypje një fjalë që ne kam lexuar këtë ditë, momentin që merr ti diçka e mbush dorën, ndërsa kur i jep dikujt diçka e mbush zemrën. Dhe kjo është diçka vetëm ata cilët i kanë dhënë të tjerë dinë me tregu çfarë ndjenje e madhe është kjo. Për shembull, nëse i ndihmon ndonjë të vobekti, ndonjë person i cili është kategori e rëndë sociale, i sheh për shembull fëmijët buzëqeshur, ato gratë të cilat ndoshta kanë me të veja, i sheh të përlotura nga ndihma që jep. Kjo është një kënaqësi që nuk mund përshkruhet me fjalë. Prandaj kjo është ajo që kemi nevojë. Zotën edhe një nga synimet e agjerimit është që ne duke qenë se jemi në gjendje agjerimi, po them në gjendje të uritur kështu, ja kuptojmë më lehtë gjendjen atij të varfrit i cili pothuajse ka Ramazan figurativisht gjatë tërë vitit. Gjatë tërë vitit. Edhe një shpjegim, sadakaja dhe zekati. Ku është dallimi? Sadakaja është një vepër vullnetare, vepër fakultative, njeri mund të jap nga dëshira e tij sa do të dëshiron dhe nuk është i obliguar për të. Ndërsa zekati është një farz, një obligim, fundament për fundamenteve të fesë, të cilën në mënyrë obligative e kanë, kjo është në mënyrë obligative për ata të pasurit, të cilët e arrin vlerën e pasurisë së caktuar dhe ajo pasuri e tyre do të uazën viti, një vit, dhe me thëtë pa u shfrytzu ajo, mbetet e deponuar të këta, dhe për shembull këtë vit, vitin 2025, Bashkia Islame në bazë të qarkullimit të arit, të argjendit, se në bazë kësaj edhe nxjerrët pastaj në vlera monetare, dikun e ka parapar në shumën 7.300 euro të jepet 2.5 për kësaj pasurie, do të që është një shumë simbolike. Por zekati pra është diçka obligative, ndërsa sadakaja është diçka vullnetare. Në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit është pak a shumë lutjet nata e Kadrit, që nuk e dim saktësisht se kur, por është nata e Kadrit. Po na tregon diçka më shumë për këtë 10 ditëshin e fundit të agjerimit, edhe këto ibadetet e lutjet që mundet me i bë secili besimtar ose besimtare? Ramazani dhe duhet me pa secili prej neve, sigur që kanë pa generatat e para, ata që kanë ndjek shokët e Muhamedit sasëm, mas mirë shembullin e tij, e kanë pa një lloj gare. Dhe të gjithë kanë një fut në atë garë, cili po vepron punë më të mira më shumë. Dhe ne dim se garat të cilat zhvillohen në jetën e kësaj bote, ato që bëhen më interesante dhe ato që kanë vëmendje më shumë është te fundi i garës. Se atëherë dhe të ndohen shpërblimet. Shpërblimi i tretë, i dytë dhe ai premia kryesore, shpërblimi i parë. Prandaj edhe ne kështu e kemi fokusin. Jemi të angazhuar gjatë ditëve të para, gjatë ditëve të mesme, por jemi të angazhuar edhe gjatë ditëve të fundit, se ajo premia kryesore që fshihet është fshirë pikërisht në këto 10 ditët e fundit, dhe është ajo që ju vetëm se potencuat, është nata e Kadrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka përshkruar muajin e bekuar të Ramazanit, nga të mirat që ka përmend, që hapën dyert e xhenetit, të mbyllen dyert e zjarrit të xhenemit, të prangosen shejtanët, thot Allahu e ka fsheh brenda këtij muaji një natë, lera të cilës është
më e vlefshme se sa 83 vjet e 4 muaj të jetës së njerit. Konkretisht në hadith është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Matematikisht i bën kjo llogaritje dhe pastaj e përmend thot ai që është privuar prej të mirave të kësaj nate, vërtet është privuar prej të mirave të shumta. Prandaj e sheh profetin e fundit për kushtimin më të madh e ka pas këtë dhjetën e fundit që dihet saktësisht se gjendet nata e katërt dhe ajo që është e përmendur në hadithe në netë tek dhe ajo organizimi i profetit fundit ishte se në këtë natë për shkruhet në hadithe thotë e shtërngonte rrypin e tij që jep me kuptu i përkushtohej këtyne netëve me një zel dhe një përkushtim të veçantë dhe pastaj thot ahya lejlehu e gjallte natën e tij, vetëm ajo nata vetëm për njerëzit e dobët është natë. Nëse i sheh njerëzit e mëdhenj, njerëzit ambicioz, natën e bëjnë ditë, për shembull i shohim ushtarë të kështu me radhë, që kanë dhe e treta përmend, thot nëse dim një shpërblim të madh që është, ne nuk dëshirojmë me ndavësh për veti. E zgjonte edhe familjen e tij në mënyrë që edhe ata ta merrnin këtë shpërblim. Hoxh, kaq ke shumë për sot, e di që je imam në xhamin e re të Fushë Kosovës, qysh e ceka edhe në fillim, kështu që një mesazh për fund për krejt ata që janë agjërueshëm edhe tu na dëgju, lirshëm mundesh me e thonë edhe faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe një herë, u jam shumë mirënjohës dhe falënderues. Mesazhi që kisha me përmbyll, e lutim Zotin që agjërimin, veprat e mira që kena bërë gjatë këtij muaji, agjerim, sadaka, lexim Kur'anit, lidhjet që kemi pas me njëri tjetrin, Allahu të na i pranon, por kisha pas një apel për në fund, jemi dëshmitar të aty në ngjarjeve të rënda që ndodhen në fund të këtij muaji, të cilat na shqetësuan të gjithëve, ato vrasjet që ndodhen, ne duhet t'u kujtojmë një gjë që vrasja e njerit të pafajshëm është sikur se me vrarë tërë njerëzimin. Prandaj do duhet të kemi kujdes, të jemi të matur, sikur që thash qëllimi i agjerimit është të na bën neve më të përmbajtur. Edhe nëse dikush të rëndon apo të sulmon, ti nuk do duhet të jesh në atë gjendje. Ky është qëllimi, përmirësimi i vetëve tona. Prandaj lutim Zotin që këto gjëra të mos ndodhin. Dhe ajo që kisha me thonë për fund, të duhet të harrohen mos pajtimet, hidhrimet me njëri tjetrin dhe dita e Bajramit është ditë e gëzimit, ditë e fitores, do duhet të jetë dita e shtrimit të dorës së njëri tjetrin, ta urojmë dhe të gëzohemi të gjithë bashkërisht për arritjet që kemi bërë gjatë këtij muaji. Zoti shpëlbeft edhe një herë për mundësinë e dhënë, ishte vërtet kënaqësi të jemi pjesë e misionit tuaj. Faleminderit juve Hoxhe, ne dëgjues të nderuar po vazhdojmë me muzikë, ishte imami i xhamisë së re në Fushë Kosovë, Saad Kelmendi.